Makina më e mirë për targa shqiptare me 5.000 euro. Cila është zgjedhja më e mençur? Kam një buxhet prej 5.000 eurosh dhe nuk e di se çfarë makine mund të zgjedh. Nëse ke 5.000 euro dhe do të blesh një makinë me targa shqiptare, ka disa opsione të mira, por ka edhe disa kurthe. Në këtë video do të krahasojmë modelet më të mira për këtë buxhet dhe do të zbulojmë cilën makinë mund të zgjedhësh. Ndiqe videon deri në fund për të mësuar zgjedhjen më të mirë. Shikojmë që Volkswagen Golf dhe Toyota Yaris janë një zgjedhje shumë e mirë dhe shumë e sigurt. Por Peugeot 308 dhe Ford Focus kanë disa rreziqe që duhet t'i keni parasysh. Një Golf 5 ka pjesë të lira, motor të besueshëm, por mund të ketë shumë kilometra, ndërsa një Toyota Yaris është shumë ekonomike, e besueshme, por ka një hapësirë të kufizuar. Opel Astra është shumë komode dhe ka një konsum të ulët, por shfaq disa probleme në elektronik. Ndërsa një Ford Focus është komfort dhe DPF-ja e saj apo dhe kambjo automatike mund t'ju krijojë shpenzime shtesë. Një Peugeot 308, teknologji e mirë, por riparimet mund të kushtojnë shumë. Nëse do një makinë për jetë gjatësi, Toyota Yaris dhe Golf 5 janë ndër më të mirat. Nëse do rehati dhe ekonomi, Opel Astra mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë. Por Peugeot 308, ndonë se është moderne, ka disa probleme me turbon që mund t'ju kushtojnë. Cila është zgjedhja më e mirë? Hidhi një sy kësaj tabelës. Në bazë të analizës, makina më e mirë me 5.000 euro është një Toyota Yaris 1.3 benzin, e besueshme, ekonomike dhe e lehtë për t'u mirëmbajtur. Si të zgjedhësh makinën e duhur? Kontrolloj gjithmonë tek mekaniku. Shmang makinat me shumë kilometra ose me kilometra të manipuluara. Më mirë një makinë e mirëmbajtur se sa një makinë më e re, por me probleme. Cilën nga këto makina do të blini ju? Lini një koment dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë video të tilla të ngjashme.